Fadi Alwan, 49 vjeçari palestinez i akuzuar për vrasjen e Rian Alwan, është arrestuar në Liban me qëllim ekstradimi në Shqipëri, pasi dyshohet se rreth 2 muaj më parë ka vrarë vajzën e tij në Tiranë. Në kuadër të hetimeve të thelluara nga strukturat e policisë së Tiranës dhe në bashkëpunim të ngushtë me Interpol Tiranën dhe Interpol Beirutin, është bërë i mundur lokalizimi dhe ndalimi në Liban i shtetasit Fadi Alwan, 49 vjeç. Sipas të dhënave hetimore, ngjarja ka ndodhur në muajin shkurt të vitit 2025 në një apartament në rrugën Gjon Muzaka, ku dyshohet se Alwan ka vrarë me mjet prerës vajzën e tij Raya Alwan. Autoritetet shqiptare po vijojnë bashkëpunimin me autoritetet libaneze dhe Interpolin për të finalizuar procedurat e ekstradimit të tij në Shqipëri. Trupi i vajzës palestineze Ryan Alwan, e cila u vra nga Jati në banesën e marrë me qera në Tiranë, është tërhequr nga të afërmit e saj disa ditë më parë. Trupi 24 vjeçares së vrarë bëhet me dije nga grupi hetimor se është tërhequr nga tezja e saj. Ryan Alwan u masakrua me thik nga babai i saj Fadi Alwan. Krimi dyshohet se ka ndodhur më 22 shkurt pranë bllokut të ambasadave në Tiranë, në banesën që kishin marrë me qera. Personi i fundit që ka komunikuar me viktimën ka qenë i dashuri i saj libanez, të cilin e ka njohur në Gjermani. Mësohet se ai punonte në një supermarket në Gjermani pranë restorantit ku punonte Ryan. Në komunikimet në WhatsApp i dashuri 24 vjeçares shpejt i shqetësuar sepse ajo nuk i kthen përgjigje, ndërsa Ryan i kërkon që të kujdeset për veten. Biseda e fundit mes tyre është zhvilluar në datën 19 shkurt, ndërsa pas atij momenti viktima nuk i ka kthyer më përgjigje partnerit të saj. Trupi i saj pa jetë u gjet në apartamentin në rrugën Gjon Muzaka më 27 shkurt, disa ditë pas krimit, ndërsa babai i saj, i cili fillimisht u raportua se ishte bashkëshorti, u arratis jashtë territorit të Shqipërisë.